Qytetarët shqiptar kanë sot 1001 motive për të dalë nga guacka e konformizmit dhe frikës, për të bashkuar me ne në kryengritjen tonë paqësore. Kriza, lufta në lindjen e mesme, jashtë atij rajoni, pasojat më të rënda në botë kanë po përjetojnë qytetarë shqiptar me çmimin më të lartë në planet të naftës. Dhe kjo jo kryesisht për shkak të luftës, por kryesisht për shkak të taksës Rama. Taks që për litër naftë është më e larta në botë. Qëndrimi cinik i tij nga ndërshkimi i qytetarëve nga çmimi i naftës rëndon akoma më shumë pozicionin e tij. Në një kohë kur të gjitha qeveritë e vendeve të Europës shtuan, rritën apo dyfishuan subvencionin për naftën për fermerët e vendeve të tyre, Edi Rama në një akt të papërgjegjshmërisë absolute e hoqi dhe atë pak subvencionim që jepte.